Në një kohë kur shumë familje po e lën fshatin, në Deçan po ndodh diçka ndryshe. Mbi 50 fermer vendas, gra e burra, po ndërtojnë të ardhmen e tyre në tokat që i kanë trashëguar nga të parët. Me ndihmën e komunës dhe organizatave partnere, ata tashmë punojnë në sera moderne, duke kthyer bujqësinë në burimin kryesor të jetës. Së fundmi, 55 bujq janë përzgjedhur si përfitues të serave gjysmë familjare. Kanë apliku gjithsej 68 fermer, përfitues kanë qenë 55 prej tyre. Aplikimi ka qenë për 2 javë ditë pune, kemi mi prit qytetarët, ka qenë një aplikim që kemi prit realisht me pas interesuar pak ma shumë, po që këta kanë qenë ata që kanë shpreh interes, pjesa që kanë mbetur jashta përfitimit të serës, do të jenë përfitues nga ndonjë kontingjent tjetër që presim në shtator ose tetor të këtij viti. Këto sera i përkasin serave të tipit gjysmë familjar, gjysmë komercial, që më shumë janë për fermerët e vegjël. Duhet përmend dhe duhet falendëruar se ky investim ose është bëhe mundur kjo ndihmës për fermerët tanë me një bashkëpunim që e kemë pas me një organizatë që është bamirëse, Islamic Relief Kosova, të cilët e kanë sponsorizuar dhe e kanë mundsuar realizimin e gjysmës së projektit. Pra, ky projekt është realizuar në participim 3 palësh, komuna, organizata dhe një pjesë simbolike kanë aplikuar, donatorë kanë qenë edhe fermerët, pjesëmarrës. Në kuadër të thirrjes e kujdes të veçantë, edhe ndihmes, kushtimisht them, edhe pak ma liri në kritere kanë pas femnat, e sidomos nanat vetushqyse, sepse përmes këtij programi dhe përmes këtij projekti, zbashku me organizatën Islamic Relief Kosova, kemi tentuar t'i përkrahim dhe t'i pavarësojmë pak edhe gjinin fermerore. Një nga përfitueset është Egzona Aliaj, një fermere nga fshati Pozhari Deçanit, e cila është e përkushtuar ndaj bujqësisë që në moshë të re. Ajo ka mbjell perime të ndryshme në serën e saj një arëshe. Kryesisht merrem me punë të fshatit. Këtu gjendem në serë, jam përfitues të serës prej komunës. I falenderoj shumë. Për mu, këtu është një are 20 me 5 metra, që për mu është shumë mirë, që mësë me shku dikun tjetër me punu, po me punu këtu në tokë tonë. Kemi edhe kopshtin jashtë asere që kemi punu deri me tani, po në këtë hapësinë më të madhe edhe për neve është një lecim. Kryesisht kemi miell spec, kastravec edhe patligjan. Mbas këtyne pretentojmë prapë me kep ose me laken, me sallat, spanaq, që qatë mundemi. Këtu në serë, është normal se është pak sistemi ma ndryshe si jashtë. Jashtë për momentin kena vetëm kep hudra dhe kompir që kena miell edhe zele. Se puna kua që është eftoft, këtu është ma nxehtë dhe je prodhim ma shpejt. Normal se këtu bjen borë, shi, na jena mrena, këtu mundem me shfrytzu serën, do me thonë çdo stin. Ajo shpreson që me ndihmën e komunës dhe Ministrisë së Bujqësisë të zgjerojë më tej aktivitetin e saj bujqësor dhe të mos ketë nevojë të emigrojë jashtë vendit. Me ndihmën e komunës edhe drejtorisë bujqësisë, unë mendoj që më zgjeru edhe pak me biznes, nëse kem në ndihmë prej komunës, pse jo në vendin tonë me bo prodhim tonin, tregu është i shiton, veç aki shumë mirë, pse jo. Mos me mësy ngurbetin, si në amet as kënej gjysa ngurbet, gjysa në Kosovë, i kësha lut, trive, këthe në vendin tënë, punani, javler me punu këto, sa që shfrytëzon Gjermani, ma mirë shfrytëzon token tonë, me familje tonë, me printu, motra vlazën qajko. Ju kësha bo apel këtë vajzave dhe grave që kanë hapësinë shpit vetë për me punu, si une që kom përfitu se seres, që mos ta mësyn ngurbetin, të rinë vendin e vetë dhe ta punoj token e vetë, nuk është marre, e di se gjinja folin keshin edhe mu vetë nga në kesh, po ne kum qyrë drejtimin tem edhe kum gra punës. Ju kisha lut, grave, vajzav, nanav, qikav të reja, punon e token, nuk është marre, sa dele punon në restoran ose në vend tjetër, ma mirë me punu në tokë tonë. I merë përfitimet prej vetë, me thonë,
prej vetes që punon vetë, i përfiton edhe parën prej vetes, prej tokës tonë. Përveç bujqësisë, Exona dhe bashkëshorti i saj merren edhe me blegtori, duke ndërtuar një jetë të qëndrueshme në fshat. Komuna e Deçanit numëron rreth 2000 fermer aktiv, të cilët merren me kultivimin e kulturave të ndryshme bujqësore. Sipas rregullorës komunale dhe asaj të Ministrisë së Bujqësisë, çdo bujk që posedon më shumë se 30 ar tokë ka të drejtë të aplikojë për mbështetje financiare.